Parashikimi i motit në RTS. Zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se erdhët në hapësirën e motit. Presioni lartë atmosferik i pozicionuar në Europën qendrore po garanton stabilitet të kushteve atmosferike duke përmbyllur muajin tetor me temperatura mbi mesataren e periudhës. Pra në vendin tonë për orët e mbrëmjes do të kemi kthjellime dhe fenomenin e mjegullës, por edhe smogut në verilindje. Temperaturat regjistruan vlera në zonat malore 6-20 grad, zona qendrore 8-25 grad, në Bregdet 12, maksimumi 23 grad. Kosova për ditën e premte, moti do tjetë me kthjellime dhe vranësira. Temperaturat do të zbresin 7-10 grad në mëngjes, 14 deri në 18 grad në mesditë. Për 24 orët e ardhshme në vendin ton do të kemi një sistem me vranësira dhe mjegull në pjesën e parë të ditës. Pas dite do të kemi kthjellime në jug. Era do të jetë me drejtim veri perëndim 8 metër për sekondë dhe dallgëzim të forcës 3. Temperaturat do të jenë me rënje. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë natën e mirë. Rajoni nesër. Europa nesër.